Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimin të nësi të akojme të Allah subhana, ata e losë dhe ati përgjërom që të lafdroj dhe të bekoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen e ti, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjëdër. Të nduar vlezër dhe motra, nëse analizojmë urdhresat kuranore ose diskursin kuranor, po dhe urdhresat profetike dhe diskursin profetik, gjejmë që ekziston një qasje ose ekziston një formë e ligjerimit ose një formë e diskursit që sforcon vëmendjen tek disa koncepte, tek disa domethënie duke i madhruar ato. Mirë po gjejmë që ato kryesisht kanë të bëjnë me madhrim të objektivave, më shumë se sa ndoshta me vetë veprën. Në kuptimin që ndoshta ekziston një domethënie e cila nuk përbën rrugë, mirë po përbën qëllim dhe përbën do thotë destinacion. Saktësisht urdhresa ose ndalesa zmadhohet ose bëhet e madhe edhe diskursi kuranor për këtë azim me atë ndalesë ose me atë urdhresë është madhrues, mirë po në esencë ka të bëjë me objektivin e urdhresës dhe të ndalesës, ose fakti më i madh ose ajo pjesa më e qëndësishme dhe më përvojësore e atij diskursi ka të bëjë me objektivin dhe rrjedhimisht pastaj është madhruar edhe vetë vepra. Dhe në këtë domethënie ne e gjejmë që pastërtia e zemrës dhe pastrimi i saj është objektivi i madh i Kuranit dhe i Sunetit. Pastërtia e zemrës dhe pastrimi i saj është objektiv për objektive më madhore të Kuranit dhe Sunetit, gjithsesi të diskursit hyjnor dhe profetik, gjithsesi të kumtesës fetare, në kuptimin që janë një muri adhurimesh, janë një muri urdhresash, janë një muri ndalesash, të cilat po që se analizohen mirë, ose nëse i studiojmë mirë, ose nëse i qasemi mirë filli, se si do duhet i qaseshim, realisht gjejmë që esenca ka të bëjë me objektivin. Esenca ka të bëjë me për të na sjellur deri tek pastërtia e zemrës edhe deri tek pastrimi i saj. Për arsye, teksa ne e përdorim nocionin pastërtia e zemrës edhe pastrim i zemrës, edhe nocionet të tjera të ngjashme që kanë të bëjnë me çiltrinë e zemrës edhe fisnikrimin e saj. Shtrohet pyetja natyrshëm, pastrimi nga çka? Nëse ne kemi zgjedhur pikërisht fjalën pastrim, ashtu sikurse e ka zgjedhur, ashtu sikurse vetë tekstet fetare i referohen gjendjes së shërimit si gjendje pastrimi, atëherë me domos duhet konstatuar që ekziston një problem. Ai problem quhet sëmundje, ai problem quhet ves, ai problem quhet ndotje, ai problem quhet përlyerje. Kështu që e kemi një mori realitetesh, të cilat përbëjnë do të thotë kundërtën e shëndetit dhe të kundërtën e pastërtisë. Saktësisht, kur themi pastrimi i zemrës, nuk e kemi për qëllim vetëm pastrimin e zemrës nga sëmundjet e zemrës. Dhe nëse e kishim kufizuar kësaj, realisht nuk do të kishim pasur një qasje përthakuese në temë. Kur themi pastrimi i zemrës, është për qëllim pikërisht pastrimi i zemrës nga sëmundjet e zemrës, mirë po edhe nga gjurmët, nga pasojat dhe nga çdo gjë që ka lënë do thotë në zemër mëkatimi. Nga që mëkatimi në përgjithësi është i dëmshëm dhe e prish fetarin, mirë po në veçanti mëkatimi pasojën dhe do thotë rezultatin e keq e ka pikërisht duke e prekur zemrën. Për arsye, e kemi një realitet që quhen sëmundjet e zemrës, që janë ato veset që i kemi trajtuar në këtë varg ligjëratash në kërkim të shërimit, mirë po krahas sëmundjeve të zemrës si realitete që kanë bëjnë me zemrën, duhet të pasur në konsiderat që mëkatimi në përgjithësi e dëmton zemrën. Mëkatimi në përgjithësi. Madje edhe mëkatet të cilat do thotë nuk janë ndoshta drejt për drejt të lidhura me zemrën, mirë po drejt për drejt të dëmtojnë atë, në kuptimin që mëkati si mëkat bëhet ndoshta kryk, po të bëhet me gjymtyr, ose mosbindja bëhet me gjymtyr, ose rebelimi bëhet me gjymtyr, edhe pse e ka një lidhje me zemrën, mirë po megjithatë vepra si vepër është vepër e gjymtyrave, mirë po pasojë është pasojë e zemrës. Për arsye, Allah subhanahu wa taala në Kur'an ne ka treguar një realitet të sprovimit, teksa na thot Allah subhanahu wa taala dhe cila do sprov që ju u godet, thot atë e keni pasur nga atë që ju keni punuar. Çfarë do lloj sprove që ju godet, ajo është prej veprave tuaja dhe Allahu fal shumë. Dhe Allahu fal shumë. Sa Allah subhanahu wa taala përmend faljen, pasi na tregon që pas gjendjet e tona të këqija, sëmundjet e tona, gjendjet e tona të lëngimit dhe të rënkimit, janë gjendjet këqija që kanë ardhur si pasojë e mëkateve tona, kanë ardhur si pasojë e punëve tona, kanë ardhur si pasojë e veprave tona dhe pastaj Allahu e përmend faljen. Pikërisht e përmend Allahu subhanahu wa taala faljen për të na sjellur të kjo domethënie,
tek domethënia që realiteti ynë i veprës, realiteti ynë i shpërfaqshëm është një realitet që prek brendësinë tonë. Është realitet që prek edhe përlyen brendësinë tonë dhe rrjedhimisht do thotë kemi nevojë për pendim, për kërkimfalje dhe reflektim për t'u kthyer Allahu subhanahu wa taala. Andaj është shumë e rëndësishme teksa flasim në kontekst të këtij ajetit që Allahu subhanahu wa taala na flet për sprovën, të mos e mendojmë sprovë vetëm dikë i cili është i sprovuar në trupin e tij. Të mos e mendojmë sprovë vetëm rastin ton ku ne prekemi në shëndetin ton fizik. Realisht sprovë e madhe është edhe prekja e zemrës. Sprovë e madhe, madje është sprova më të mëdha kur sëmurret zemra dhe ajo lëngon dhe nuk është në shëndetin e saj të duhur. Ndaj duhet parë pikërisht që teksa flasmi për pastrimin e zemrës, ta mënjanojmë dhe ta flakim idenë që pastrimi i zemrës është një fjali klishe që vetëm duhet ta pohojmë që e kemi zemrën e pastër apo thjesht nuk u duam njerëzve të keqë, nuk u diun çka. Realisht duhet të reflektojmë në bazë të bëmave tona dhe mëkateve tona. Do thotë të analizojmë atë regjistrin e veprave tona, të shohim ku jemi me mëkatet, ku jemi me do thotë me keqbërjet e tona dhe me shkeljet e tona. Dhe nëse e shohim që shkeljet e tona dhe rebelimi ynë është i pranishëm dhe ne kemi një regjistër të keq, kemi një dosje të zezë të shkeljeve tona, realisht atëherë të konstatojmë a priori ta konstatojmë edhe sëmundjen e zemrës, sepse është e pamundshme robit të ketë një kontakt të familiarizuar me mëkatet dhe të jetë natyrshëm duke jetuar me mëkatet dhe ta ketë pjesë të jetës mëkatin dhe natyrshëm të mendohet fjala bie për shembull që ky nuk e ka zemrën të sëmur. Realisht cili do mëkat që vjen në jetën tonë dhe bëhet pjesë e përditshmërisë tonë, në të vërtetë ai ka një pasojë dhe një gjurmë tek zemrat e tona dhe rrjedhimisht kur flasim për pastrimin e zemrave, jemi duke folur për pastrimin nga mëkatet. Kështu duhet ta unifikojmë këtë si domethënie. Ta unifikojmë këto dy koncepte. Do thotë ekziston pastrimi i zemrës dhe ekziston pastrimi nga mëkatet. Këto dyja bëjnë një ngjarje. Këto janë një ngjarje e përbashkët. E pastron zemrën dhe distancohesh nga mëkatet dhe distancohesh dhe pastrohesh nga mëkatet dhe rrjedhimisht do thotë e çiltron zemrën për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullah thotë kësaj, thotë smundja shmanget me të kundërtën e saj. Smundja shmanget me të kundërtën e saj. Kështu që nëse smundja është shkaktuar nga mëkatimi, atëherë kundërta e saj është pendimi, e kundërta e saj është kërkimfalja tek Allahu subhanahu wa taala. E kundërta e saj është pranimi i fajeve tek Allahu i Madhreshëm dhe pastaj do thotë ndryshimi i ngjarjes. Ndaj sonte me lenin Allahu subhanahu wa taala, do të flasim për pendimin si ngjarje e madhe e shërimit të zemrës. Do të flasim për kërkimin e faljes si ngjarje e madhe e shërimit të zemrës. Dhe realisht duke i shpërfaqur argumentet që do thotë flasim për këtë temë, ta kuptojmë mirë që do thotë pretendimi i zemrës së mirë, pretendimi i zemrës së shëndosh, pretendimi një zemre do thotë të natyrshme dhe të papërlyer, është pretendim i rrem nëse nuk e kemi një ngjarje të luftës dhe të ballafaqimit me mëkatet, nëse nuk e kemi një përpjekje të fuqishme të pendimit dhe të kthimit tek Allahu subhanahu wa taala, dhe nëse nuk e kemi një proces të filtrimit dhe të çiltrimit në vazhdimsi, duke i kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. Teksa flasim për pendimin dhe kërkimfaljen tek Allahu subhanahu wa taala, si ngjarje pastrimit të zemrës, kisha pasur dëshirë të nënvizoj 3 kënde nga cilat duhet ta shohim edhe të analizojmë këtë çështje. Këndi i parë është të pendohemi dhe të kërkojmë falje tek Allahu subhanahu wa taala për secilën sëmundje veçmas, saktësisht për cilën do sëmundje që ne mund ta kemi në jetë, për cilën do problem të zemrës që mund ta kemi në jetë, ne të kemi një moment reflektimi dhe të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Si për shembull, fjala bie për shembull nëse robi ka probleme me mendimallsinë, qoftë nëse është mbjellur ajo në veçeli, qoftë nëse është mbjellur në saj të një kulture, qoftë nëse është mbjellur në saj të një keq menaxhimi të arritjeve kështu me radhë në jetë, nëse njeriu e ka këtë problem, atëherë duhet ta ketë një moment reflektimi për të penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk mjafton thjesht një pendim i përgjithshëm, por duhet në kësaj rastesh të ketë një koncentrim tek mëkati i zemrës ose tek fjala bie tek vetpëlqimi, nëse për shembull i ka rrezikuar shumë vepra të mira duke e vetpëlqyer veten kështu me radhë, të ketë një moment reflektimi dhe të kërkojë falje Allahu subhanahu wa taala, apo edhe do thotë nëse ka fjala bie për shembull tek smundjet e zemrës, mos madhrimin e Allahu subhanahu wa taala. Nëse i ka shumë situata që e ka parë që nuk e ka ndjenjën
gjendjen e madhërimit në nivel për Allahun subhanahu wa taala, ose nuk e ka çështjen në raport me udhërecat e Allahut, çështje madhruese kështu me radhë, ta ketë një moment reflektimit që i kërkon falë Allahu subhanahu wa taala dhe pendohet tek ai. Kjo ka të bëjë pendimi dhe kërkimfalja për secilën sëmundje zemre veçmas. Këndi i dytë është kërkimi i faljes dhe pendimi për gjendjen e keqe fetare në përgjithësi. Do thotë, ekziston një moment që ndoshta edhe sikur të koncentroheshim nuk do të na kujtoheshin mëkatet, në kuptimin që ndoshta në shumë kapituj të jetës ne vetëm jemi përlyer. Ndoshta në shumë gjëra dhe në shumë çështje vetëm nuk e kemi një fetari ose nuk e kemi një gjendje të kënaqshme të fetare. Në këtë rast, do thotë reflektimi dhe momenti i përmirësimit ton është momenti ku ne pendohemi në përgjithësi. Dhe kjo është ajo që sidomos njerëzit duhet ta bëjnë fjalëbie për shembull pas sezonave të adhurimit, siç është rasti i Ramazanit, që njeriu ta ketë në konsiderat pikërisht këtë. Do thotë u përkushtova fjalëbie 30 ditë duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala me adhurime të ndryshme që Allahun e bëjnë të kënaqur. Dëgjova shumë çka për të reflektuar, pata shumë mundësi për të ndalë, për të rishikuar çështjen time në raport me shumë çka, pastaj ta kesh një faqe të re me Allahun subhanahu wa taala. Ky është ai pendimi i përgjithshëm, e sidomos kisha nënvizuar këtu të pendohemi për mënyrën edhe për çështjen se si i afrohemi, se si qasim, se si realizojmë do të obligimet fetare. Shpesh ndoshta mund të kemi shumë obligime që i jetësojmë, mund të kemi shumë obligime që jemi duke i kryer, mirë po çësia jo nuk është çësia madhruese. Çësia jo nuk është çësia e duhur. Lypset reformuar ajo, ose lypset parë nga një kënd tjetër më madhrues edhe më shumë shpirt. Ndaj momentet e kësaj natyre, sikurse do thotë pas kalimit të muajit të bekuar të Ramazanit, janë shumë momente jetike për ta bërë një pendim të përgjithshëm. Jo vetëm veçmas për kitazim me mëkatet e zemrës, po edhe një pendim të përgjithshëm. Dhe këndi i tretë, se si të pendohemi dhe të kërkojmë falje tek Allahu subhanahu wa taala në përpjekje për të pastruar shpirtet tona, është edhe do thotë pendimi për mëkatet e veçanta që nuk hyjnë tek kategoria e mëkateve të zemrës. Fjala bie, po të cilat sigurisht që po të mësuam më herët, e dëmtojnë zemrën. Janë mëkate gjymtyrësh ose janë që kryen nga ana e jashtme, jo nga ana e brendshme, mirë po realisht dëmin e shkaktojnë në zemër, sigurisht që janë për shembull mëkatet e gjuhës ose mëkatet e fitimit e kështu me radhë. Ato realisht kanë të bëjnë me të folur ose kanë të bëjnë me veprimtari fitimprurëse, mirë po nëse janë me haram ose janë në forma të ndaluara, ato pastaj do thotë e dëmtojnë edhe zemrën dhe secili prej neve të reflektoj ku ka pikërisht një problem të kësaj natyre për të penduar dhe për të kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. Ndaj kisha pasur dëshirë fillimisht të ndër vëllezër dhe motra ta kemi një ndalje për të kushtuar vëmendje një trajtesë se si e dëmton mëkati zemrën, ose nëse ne po e themi kaq herë, domethënë që realisht mëkati e dëmton zemrën. Çysh e dëmton zemrën? Ose si mund të konstatohet që zemra është dëmtuar nga mëkati, ose ku e shohim atë dëm në zemrat e tona? Sepse shpesh ndodh që njerëzit ndoshta realisht nuk e kanë qartë atë dëmin, në kuptimin që ndoshta disa gjendje që janë të dëmtuara i konsiderojnë gjendje normale, mirë po ato nuk janë gjendje normale, ato janë sëmundje. Dhe për këtë ndoshta do të ishte udhës që do thotë ta thjeshtësojmë dhe duke pasur në konsiderat, ndërkohë që po ndëgjojmë këtë pjesë, duke pasur në konsiderat që nëse mëkati ka shkaktuar sëmundjet, atëherë pendimi e shëron zemrën dhe pendimi është arsyeja e shëndetit. Që mëkati është sëmundje dhe pendimi është ilaç edhe i shërim. Ibn Kaimi rahimahullah përmend disa sosh, mirë po i përzgjedh vetëm disa për arsye të kohës, për pasojave të mëkatit, se si do thotë e dëmton zemrën, e që është realisht do thotë brenga çdo besimtari të vërtetë. Ibn Kaimi rahimahullah thotë pasojë e parë që shkaktohet në zemër, shkaku i mëkatimit, thotë është gjendja e ftoftë dhe me distancë mes robit dhe Zotit të vet. Ekziston një gjendje mes robit dhe Zotit të tij, është gjendje ftofësie. Sikur robi nuk e ndjen atë flladin e afërsisë së Allahut subhanahu wa taala, nuk e ndjen do thotë përkushtimin ndaj tij, nuk e ndjen lutjen bër Allahu subhanahu wa taala, nuk e ndjen do thotë përmendjen e tij dhe kështu me radhë. Dhe kjo gjendje kur mungon do thotë kjo ndjenjë afërsisë me Allahun subhanahu wa taala, kjo është sëmundje. Për arsye se robi nuk ka dikë që do më shumë se Allahu, robi nuk ka dikë që mëshiron më shumë se Allahu, nuk ka dikë që sillet me më shumë bujari se Allahu. Do të jetë Allahu kaq i mëshirshëm, kaq bujar dhe kaq shumë përdillimtar duke u sillur me mirësi dhe me bujari ndaj robit të tij dhe robi të mos e ndjej afërsinë Allahu subhanahu wa taala. Ktu vetë se ka ndodhur një gjendje sëmundje, se nuk është e mundur kjo të kuptohet do thotë ndryshe. Ndaj duhet një moment i reflektimit dhe nuk mjafton thjesht
ligjërata, nuk mjafton thjesht leximi, nuk mjafton thjesht diskutimi ose shtjellimi. Duhet një moment reflektimi ku robi merakoset pse ka këtë gjendje ftoftësie dhe distanca me Zotin e vet dhe pastaj të kërkoj falje Allah subhanahu wa taala dhe të pendohet. Ky pendim përbën ilaçin e zemrës. Ky pendim përbën mundësinë e shërimit. Ky pendim përbën mundësinë e rifillimit të një çështje të re në raport me lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. E dyta, thotë Ibn Kaimi, është plagështia e zemrës. Zemra mund të jetë ndoshta me shumë vullnet, por shumë çka, mirë po kur është çështja për Allahun subhanahu wa taala, sikur zemra nuk lëviz. Sikur zemra nuk e gjen që ja vlen ti përkushtohet Zotit të vet. Sikur zemra nuk e ka një shtys që lypse do thotë përkushtuar për ta fituar kënaqësinë e Allahut. Sikur bëhet fjalë që do thotë kemi një gjendje lidhje, sikur kemi një gjendje do thotë plagështia deri në një gjendje të bllokimit. Dhe kjo gjendje plagështisë që shkon deri në bllokim, realisht është situatë, është gjendje do thotë e pasojës së mëkatit. Realisht mëkati është bërë me gjymtyr, mirë po pasojë ka qenë tek zemra. Edhe këtu nuk është zgjidhje thjesht të dëgjojmë ligjërata, thjesht të lexojmë literaturë, mirë po është zgjidhje që të kemi një moment reflektimi për të penduar dhe për të kërku falje Allahut subhanahu wa taala. E treta, thotë Ibn Kaimi rahimahullah, është familiarizimi me mëkatin. Kur robi e gjen që zemra e tij është familiarizuar me mëkatin dhe realisht do thotë nuk e gjen veten keq tek mëkati ose madje ndoshta edhe përmbushet me të dhe ndoshta është bërë pjesë e jetës së tij, realisht kjo do thotë është gjendje e zemrës, por është pasojë e mëkateve. Kjo ka ardhur si rrjedhim i një vargu mëkatesh ose ka ardhur si rrjedhim i një lloj lidhje dhe raporti dhe përlyere me mëkatet që realisht do thotë nuk e ka dëmtuar thjesht vetëm aspektin e jashtëm, mirë po e ka dëmtuar edhe aspektin e brendshëm të robit. Ndaj, kur gjendja vjen në këtë situatë, ku mëkati më nuk është shqetësim dhe nuk është shqetësuese, atëherë do e mos një moment reflektimi për të penduar dhe për të kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. E katërta, thotë Ibn Kaimi rahimahullah, për pasojave të mëkatit që e prekin zemrën, dhe që realisht jemi duke trajtuar pikërisht këtë çështje, që nëse dëshirojmë të pastrojmë zemrën, duhet ta rregullojmë çështjen e mëkatit, dhe nëse duam ta rregullojmë çështjen e mëkatit, i bie që jemi duke punuar për çështjen e zemrës. Thotë e katërta është ndryshkja e zemrës. Ndryshkja e zemrës. Domethënë, një situatë më shumë se sa thjesht familiarizimi me mëkatin, një situatë më shumë se sa thjesht një mjegulli në zemër, më shumë se sa thjesht një pluhur në zemër. Është ndryshkja e zemrës dhe kjo padyshim do thotë është si pasojë e mëkateve ku mëkatet janë paluar njëra mbi tjetrën, janë radhitur njëra pas tjetrës dhe e kanë shkaktuar një lloj ndryshkje e cila pastaj reflekton tek humbja e qartësisë. Saktësisht e humb robi qartësinë e tij me Zotin, e humb qartësinë e tij me raportin me Zotin, e humb qartësinë e tij për detyrimet që i ka ndaj Zotit, e humb qartësinë e tij për takimin me Zotin. Dhe këtë situatë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam e shpjegon kësaj në një hadith që shënon Imam Tirmidhiu, që Albani vlerëson se hadithi është hasan nga Abu Huraira. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur robi mëkaton një mëkat, e bën do thotë një mëkat, aty i bëhet thotë një shenjë në zemër, si pasojë e këtij mëkati. Do thotë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam po e vërteton dhe po e pohon pikërisht këtë domethënie. Do thotë mëkati është bërë me gjuhë, mëkati është bërë me gjymtyr, mëkati është bërë me sy, mëkati është bërë me veprime të tjera, mirë po pasojë ka qenë tek zemra. Thotë kur robi mëkaton një mëkat, aty i bëhet thotë një shenjë në zemër. Por kur ai heq dorë nga mëkati, do thotë teksa e ka bërë fajin, tash kalon tek zgjidhja, kalon tek arsyeja e shëndetit. Thotë kur ai heq dorë nga mëkati, kërkon falje dhe pendohet. Kërkon falje dhe pendohet, pastrohet e shkëlqen. Do thotë zemra e pastrohet dhe shkëlqen. Pastrimi i zemrës u lidh ka fuqishëm me heqjen dorë nga mëkati dhe pendimin tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po nëse kthehet ai sërish në mëkat, i shtohen këto shenjat, do thotë e këqija në zemër, derisa të dominojë kjo nxjerrje edhe derisa do thotë të ketë ndryshk në zemër. Do thotë ndryshku nuk vjen me një herë. Ndryshku edhe kjo nxjerrje e zemrës nuk vjen me një herë. Ajo shkon do thotë mëkat pas mëkati dhe mëkat pas mëkati për të cilat nuk kemi penduar. Sepse nëse ekziston një rënje dhe një lloj përlyrje edhe një lloj gabime, këtë njerëzit janë gabimtar, mirë po pastaj ka një përmirësim dhe ka një pendim dhe ka një kërkim falje, ka një moment reflektimi dhe ndryshimi, atëherë do thotë mëkati domethënë nuk e bën pasojën më të madhe, mirë po kur mëkatet vazhdojnë dhe nuk ka pendim, atëherë krijohet ndryshku dhe kjo ndryshke thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo ndryshke është ajo që ka përmendur Allah subhanahu wa taala në Kur'an ku thotë
veprat e tyre të këqija i kanë ndryshkur zemrat e tyre. Saktësisht i kanë nxirr zemrat e tyre. Vini re të ndër vëllezër dhe motra këtë hadith, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillim të hadithit po e përmend që thjesht bëhet fjalë për një shenjë të zezë në zemër, po pastaj domethënë fundi i sëmundjes është ndryshke. Fundi i situatës ose fundi i ngjarjes është ndryshke. Mirë, po në çon fillim i Allah sallallahu alajhi wasallam po e përmend që ilaçi është tek pendimi. Shërimi është tek pendimi. Mundësia e çiltrimit të zemrës dhe e lirimit të saj prej këtyre pasojave dhe prej këtyre do thotë të metave ka të bëjë pikërisht me do thotë me pendimin. Në hadith tjetër që shohim Muslimin nga Hudhaifja, i duri Allah sallallahu alaihi wasallam ka thonë sprovat dhe mundësitë e ekspozimit, dhe këtu me sprova nuk është për qenë thjesht ajo që jemi mësuar ta kuptojmë sprovë vetëm një përcaktim lëndues në jetë. Është për qenë sprovat në përgjithësinë e jetë, madje edhe do thotë mëkate, sepse edhe mëkatet janë sprova. Do thotë nëse robi e gjen veten që po anon ka e keqja, po ka dëshirë për të bërë keq, ose nuk po jeton dot pa të keqen e kështu me radhë në hamendjen e tij e kështu me radhë, do thonë kjo është sprovë. Thotë i Allah sallallahu alaihi wasallam, thotë sprovat do t'u paraqiten zemrave të njerëzve. Sprovat do t'u paraqiten zemrave të njerëzve, një pas një, do thotë sprovë pas sprove. Sprovë pas sprove, thotë siç në një hasër që janë shkopinjt një pas një. Teksa ndërtohet një hasër, ato shkopinjt që radhiten ose ato fijet janë një pas një. Nuk ka do thotë distancë mes tyre, dhe sikurse na jepet që na thotë i duri Allahu sallallahu alaihi wasallam që realisht do thotë edhe sprovat janë një pas një. Kryhet një sprovë, vjen tjetra. I ekspozohesh një mëkati, vjen ekspozimi tjetër që sërish edhe ai të thotë të rrezikon. Çdo zemër që i pranon thotë ato do të ketë një shenjë të zezë të vendosur në të. Çdo zemër që i pranon do të ketë një shenjë të zezë të vendosur në të. Por çdo zemër që i refuzon do të ketë një shenjë të bardhë. Tash kemi ngjarjen e pranimit të mëkatit, pranimit të sprovës, pranimit të fitness dhe refuzimit të saj. Kjo e pranimit ka të bëjë me një llosje të zezë, dhe kjo do thotë e refuzimit ka të bëjë me një shenjë të bardhë. Thot pastaj i duri Allah sallallahu alaihi wasallam, si rezultat i këtij pranimi dhe refuzimi, thotë si rezultat do të ketë të dy lloj zemrash. Një e bardhë si shkëmbi, thotë që është i bardhë, e cila zemër nuk do të dëmtohet nga asnjë sprovë, nga asnjë fitnë, nga asnjë mëkat, por as sa kosat janë të qetë dhe toka. Kjo zemër përcaktohet për qenë dhe destinohet për qenë zemër e pastër, e bardhë, dhe rrjedhimisht sprovat nuk e shkatrojnë. Dhe dhjetra, dhe thotë zemra tjetër është zemra e zezë, e cila është sikurse një enë e përmbysur, kuptimin që nuk pranon gjë prej vlerave, sepse një enë e përmbysur nuk është enë për të mbushur me vlera, thotë që nuk e njeh të mirën dhe nuk e refuzon të keqen, por pranon e refuzon vetëm sipas ëndjeve të veta. Vini re të ndër vëllezër dhe motra se si zemra e përmbysur në këtë hadith është tregues sëmundje, ndërkaq po në këtë hadith na treguohet se si më këmbet. Do thotë nëse zemra është e përmbysur, ajo nuk është e aftë për të ngritur. Kështu që rrjedhimisht shtrohet me njëherë pyetja si më këmbë, si mund ta ngrisim njëherë zemrën do thotë në këmbë dhe për ta pasur në rolin e vet. Përgjigjja është pikërisht në këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që zemra ashtu sikurse është përlyer me mëkate, ajo pastrohet dhe më këmbet nëpërmjet pendimit dhe kërkimit falës tek Allahu subhanahu wa taala. E bëjmë një pauzë të shkurtër dhe kthehemi inshallah sërish në pjesën e dytë për të vazhduar tutje pikërisht me shtjellimin e arsyes së shëndetit të zemrës dhe pastrimit të saj, që është pendimi dhe kërkimi i falës tek Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra, gjendja më e mundimshme në jetë është gjendja e mundimit të zemrës. Saktësisht, njerëzit në jetë konstatojnë ose i bëjnë të mëdha shumë mundime që i kanë në jetë, ndoshta ndonjëherë edhe i zmëdhojnë ato të cilat nuk lypsen zmëdhuar as isoj. Me realisht mundimi më i madh në jetë është mundimi që prek zemrën. E aq më tepër nëse jemi në gjendje të dhimbshme ku ndoshta është bërë faj diku tjetër, po çmimin edhe koston e paguan zemra. Saktësisht, ndodh që nëpërmjet gjymtyrave tona, ndodh që nëpërmjet përditshmërive tona, ndodh që ndoshta përmes praktikave tona ne të përlyhemi me diçka,
e cila i dhënë Allahu subhanahu wa taala, mirë po pastaj pasojën e pagun zemra, duke u ngarkuar, duke marrë barrat të mëkatit, po edhe duke u përlyer me gjurmët dhe me pasojat e mëkatit. Kështu që gjendja e mundimit të zemrës nuk është gjendje që nuk ka pas faje. Ekzistojnë faje edhe nëse do të thotë realisht mëkati nuk është bërë drejt për drejt me zemrën. Dhe Allah subhanahu wa taala thotë kësaj, thotë kush i kthen shpinën thotë udhëzimit tim. Kush i kthen shpinën librit tim, thotë ai do të çojë thotë jetë rënd, ai do të bëjë jetë rënd. Dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Dhe kur ne e dëgjojmë këtë ajet ose në shumë të raste kur e citojmë jetën e rënd, zakonisht do të mendojmë jetën e rënd në përditshmëri. E mendojmë jetën e rënd nëse eventualisht mund të sprovojmë me skami ose mund të sprovojmë me ndonjë lëngim të shëndetit tonë, ku diun çka. Realisht gjendja më e rënd ose pjesa më e rënd e sprovimit edhe e jetesës së keqe është kur jeton keq zemra. Është atëherë kur zemra do thotë nuk është e shëndosh. Dhe pjesë e këtij rëngimi edhe kësaj gjendje lëngimit të zemrës është fjala bie për shembull kur zemrës i dashurohet e keqja. Kur zemrës i bëhet e dashur e keqja, dhe Allah subhanahu wa taala ka denoncuar në Kur'an ato që e quan Allah subhanahu wa taala ata të cilët veprat e këqija i konsiderojnë të mira ose realisht nuk ndjejnë neveri ndaj veprës së keqe dhe pastaj synon rezultatet, cilat rezultatet në jetë realisht arrihen vetëm në sajt të veprave të mira dhe jo në sajt të veprave të këqija. Kuptimin që ndoshta zemra është sëmur dhe një vepër të caktuar që është e keqe është e vepër të mirë. Dhe ai e vepron atë vepër të keqe, atë mëkat. Po nuk dëshiroj që të marr shembull për arsye të mos e kufizoj, ndërkaq shumica e mëkateve që mund t'ju shkojnë ndërmend keni të drejtë. Shumica e mëkateve që njerëzit aty e shohin lumturinë, aty e shohin kënaqësinë, aty e shohin do thotë përmbushjen e kështu me radhë, realisht ata janë duke parë të keqen të mirë. Dhe kjo është realiteti më i shpeshtë i njeriut. Çka ndodh? Njerëzit dëshirojnë jetë lumtur, njerëzit dëshirojnë jetë të rehatshme, dëshirojnë një qetësi shpirtërore kështu me radhë. Mirpo ajo nuk arrihet me këto vepra të këqija. Edhe pse ti je duke i parë ato si vepra të mira. Ajo arrihet në të vërtetë me të veprat e mira që në të vërtetë janë të mira. Dhe jo me veprat që në të vërtetë nuk janë të mira. Ndërkaq jeta e mirë është një jetë ku ti nuk rahatohesh me mëkatin. Jeta e mirë është një jetë në cilën nuk rahatohesh me mëkatin. Ndaj Allah subhanahu wa taala këtë lloj jete na e përshkruan kësaj ose këtë lloj njerëzish, këtë lloj robërish i përshkruan kësaj. Thot Allah subhanahu dhe ata, do thotë robërit e mirë, besimtarët e vërtetë, thotë që kur bëjnë ndonjë paudhësi ose i bëjnë dëm vetvetes, do thotë kanë gabuar, njerëz kanë rënë një mëkat saktum, edhe teksa kanë rënë një mëkat, teksa kanë gabuar, cila është gjendja tyne? Kërkojnë interpretime të kota apo ja lësojnë vetvetes duke relativizuar rënjen apo kërkojnë do thotë ndonjë qasje që për ta parë mëkatin si diçka normale, si diçka të lehtë ose madje edhe për ta parë vepër të mirë. Asesi, thot Allah azza wa jall, dhe ata që kur bëjnë ndonjë paudhësi ose i bëjnë dëm vetes, u bie në mend Allahu, e kujtojnë Allahun. Do thot në atë moment ata kanë moment të reflektimit të pendimit. Do të kujtojnë Allahun subhanahu wa taala dhe kërkojnë falje për mëkatet e bëra. Kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush i fal mëkatet përveç Allahut, ata nuk ngulmojnë atë që kanë punuar edhe ata e dinë këtë. Do thot Allah subhanahu wa taala po na tregon në këtë dëftesë kuranore që gjendja e zemrës është thelbi i gjithë ngjarjes. Do thotë njerëzit të gjithë gabojnë, njerëzit të gjithë binë në mëkate. Njeriu është gabimtar. Mirpo zemra se si është në çfarë gjendje është, zemra se si qaset gabimit, zemra se si vepron me gabimin, se si bashkërëndohet mëkati me zemrën, kjo është ajo thelbi i ngjarjes. Saktësisht, do thotë e kena një gjallëri të zemrës. Dhe kjo gjallëri e zemrës si reflekton me pendim dhe me falje. Dhe kemi një gjendje të vdekur të zemrës, si reflekton duke e bërë të keqen të mirë, duke e bërë të mirën të keqe, duke ngatruar domethënë matjen. Ndaj shërimi i zemrës ndodh me pendim, shërimi i zemrës ndodh me kërkim falje tek Allah subhanahu wa taala. Megjitha ndodh dhe fillon me pranim të fajit, nga që njerëzit që nuk e pranojnë fajin, realisht mendojnë që janë një gjendje të përkryer, mendojnë që janë një gjendje për sosuria, mendojnë që janë një gjendje që nuk ka nevojë për ndryshim dhe për reformim. E aq më tepër, kjo pastaj do e mos e ka dhe mungesën e reflektimit për fajet e bëra, e mbi gjitha pastaj kjo e shkakton që nuk ekziston një disponim për të ripërtrirë beslidhen me Allahun subhanahu wa taala. Ndaj pranimi i fajit, pendimi, kërkimi i faljes tek Allahu subhanahu wa taala dhe reflektimi na dërgojnë tek një ripërtrirje e besës dhe beslidhjes me Allahun subhanahu wa taala, dhe kur ripërtrihet besa, pastruhen zemrat.
Kështu që ne kemi këtë varg të logjikshëm të kësaj ligjërate. Do thotë e kemi mëkatin si problem, si faj, e kemi përlyerjen e zemrës si realitet dhe si pasojë, pastaj e kemi shërimin e zemrës si objektiv dhe e kemi pendimin dhe ripërtrirjen e besës me Allahun si zgjidhje. Do të pendohemi dhe ripërtrim besën me Allahun subhanahu wa taala dhe lirohemi dhe pastrohemi dhe do thotë çlirohemi nga barra e mëkatit. Ndaj për ta parë këtë temë në realitetin e vet duhet të parë me sytë e zemrës. Sikur se Allah subhanahu wa taala përmend në Kur'an që njerëzve pabesimtarëve dhe njerëzve të painteresuar për të vërtetën thotë nuk janë verbuar sytë e ballit, mirë po, do thotë janë verbuar zemrat në karaharorët e tyre. Ndaj duhet më dëmos këto tema të shihen me një shikim tjetër. Këto tema duhen parë, do thotë me sytë e zemrës dhe rrjedhimisht për ta parë domosdoshmërinë dhe udhën dhe pashmangshmërinë e pendimit për ta mbajtur në jetë lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Ndaj lidhja me Allahun subhanahu wa taala nuk është një lidhje e cila rregullohet dhe mbahet asnjësoj pa investim tutje. Realisht ne jemi, sikur se ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, çdo biri i Ademit është gabimtar dhe gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen. Kjo është realiteti i pashmangshëm i njeriut, që njeriu bie në gabime. Njeriu do thotë mund të rrezikohet dhe të ekspozohet gabimit, mirë po tu tek çështja e pendimit është përcaktuar si më i madh se si do thotë e kemi raportin me Allahun subhanahu wa taala dhe beslidhen me të, beslidhja e robit me Allahun subhanahu wa taala do thotë është nëpërmjet pendimit. Besimtarët pendohen rregullisht sepse e dinë se s'ka rrugë tjetër sigurt përveç së pendimit. Do thotë cila do rrugë tjetër, cila do çështje tjetër nuk garanton. Ajo që garanton është kthimi tek Allahu subhanahu wa taala me pendim dhe me kërkim të faljes dhe me pranim të fajit dhe me ripërtrirje të beslidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala thotë kësaj thotë kush bën një vepër të keqe ose i bën zullum vetes dhe në diskursin kuranor mëkatimi trajtohet dhe paraqitet në vazhdimsi si zullum ndaj vetvetes, se në fundja i ke bërë vetvetes keq që ke mëkatuar. Thotë Allah subhanahu kush bën një vepër të keqe ose i bën zullum vetes, pastaj kërkon falje tek Allah subhanahu wa taala, kërkon falje prej Allahut, do ta gjejë se Allah është falës dhe mëshirues. Allah subhanahu wa taala sikur dëshiron ta sigurojë robin. Ta sigurojë robin që kjo është rruga e sigurt. Nuk është rruga e sigurt të dëshpërohesh shkaku i të kaluarës. Nuk është rruga e sigurt të kaplohesh nga një zhgënjim shkaku i së kaluarës. Rruga e sigurt është që ta kesh një fillim të ri me Allahun subhanahu wa taala. Rruga e sigurt është që ti kthehesh Allahut dhe ta gjesh Allahun falës dhe mëshirues, sepse vetë Allahu të premton dhe të thret që është pikërisht falës edhe është mëshirues, sigurisht se Allahu subhanahu wa taala thotë me të vërtetë unë jam falës për ata që pendohen. Ne gjithë e potencojmë që Allah është mëshirshëm. Krejt njerëzit e potencojnë që Allah është falës. Ose madje njerëzit edhe kur gabojnë thonë Allahu fal. Mirë, por realisht Allah po thotë unë jam falës për ata që pendohen. Do thotë ti duhet të kërkosh falje për të falur. Ti duhet të kthehesh për të falur. Ti duhet të përgjërohesh para tij me pendim dhe me kërkim të faljes që Allahu të fal. Thotë me të vërtetë unë jam falës për ata që pendohen dhe beson e bën vepra të mira e qëndron në rrugë të drejtë. Do thotë ekziston një periudhë kur ke gabuar, ekziston një periudhë kur nuk ke qenë i këndjellur, ekziston një periudhë ku të ka mundur egoja, të ka mundur shejtani, kështu me radhë, mirë po pastaj fillon periudha e rinjoftimit me të vërtetën, periudha e kërkimit të faljes, e pendimit, po edhe veprave të mira, po edhe pastaj edhe e qëndrueshmërisë në vepra të mira. Allahu subhanahu wa taala po e përmbyll këtë ajet me qëndrueshmërinë tek vepra e mirë dhe tek udhëzimi. Kuptimin që ka filluar një ngjarje e re. Kjo ngjarje e re ka një beslidhje. Kjo beslidhje nën kupton do të thotë qëndrueshmëri dhe besnikëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndaj me pendim çlirohet robi nga mëkatet dhe çiltrohet gjendja jon në përgjithësi, po edhe e zemrës në veçantë. Shënon Ibn Majah, që Albani thotë që hadithi është hasan nga Abu Ubaid ibn Abdullah, nga babai i tij, se Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që pendohet nga mëkati është sikurse ai që s'ka mëkat. Ai që i bie pishman për një mëkat është sikurse të mos e ketë bërë. Është sikurse të mos jetë në ngjarjen e tij mëkat, në kuptimin e pastrimit. Kështu që kjo bujari e madhe e Allah subhanahu wa taala, që mëkatin e bër në atë përlyerjen në cilën kemi rënë, do thotë ta trajtoj pastaj me kaq shumë falje, saqë të na trajtoj sikurse të mos e kemi bërë, kjo bujari duhet na josh për të kthyer tek Allahu subhanahu wa taala me pendim dhe me kërkim të faljes, e në veçantë
edhe për mëkatet e zemrës. Kështu që ndoshta një mëkat i zemrës neve na ka përlyer fuqishëm dhe rrëdhëmisht ka qenë arsyeja e distancës tonë me Allahun. I kërkojmë falje dhe pendohemi tek ai. Thjesht nuk duhet ne vetëm të dëgjojmë për sëmundjet e zemrës dhe të hamendësojmë sikur dikush tjetër është i sëmurë, ne nuk jemi. Realisht edhe ne jemi ata. Cilën do sëmundjet të zemrës që e kemi dëgjuar, duhet ta mendojmë që pikërisht ne mund të jemi ata të cilët jemi prekur. Sigurisht edhe për cilën do pasojë të mëkatit që përmendëm pak më herët, sigurisht ftofësia në raportet me Allahun subhanahu teala, ndryshka e zemrës, po edhe do thotë të tjera, cilën do prej këtyre ta mendojmë që mos jemi ne viktimat edhe do thotë ata që janë prekur do thotë nga këto pasoja. Ndaj dur Allah sallallahu alaihi wasallam me shembullin e tij na ka lënë do thotë shembulltyrën më të lartë se si ai brenda ditës 70 herë ka kërkuar falje tek Allahu subhanahu teala, ose se si shokët e tij kanë numëruar që ndoshta me një ndej të profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgjuar 100 herë duke kërkuar falje tek Allahu subhanahu wa taala. Ndaj, cili do prej nesh që kemi reflektuar në këto mësime, le të pendohemi një pendim të përgjithshëm, përgjithsisht për gjithë çfarë që e kemi trajtuar dhe për çka duhet të përmirësohemi, po edhe një pendim të veçantë për mëkatet e tona, secili di ato, secili e njeh vetveten, secili e di ku është dhe të ketë një reflektim sinqert për t'ju kthyer Allahu subhanahu wa taala me pendim. Shënon Abu Davudi që Albani thotë që hadithi është sahih nga Abu Bekri, si dur Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, cili do që e bën një gabim, keni vëmendjen kush po transmeton këtë hadith? Abu Bekri, më i miri i umetit pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse tek njerëzit e mirë është shqetësim, tek njerëzit e mirë është vëmendje, pastrimi prej mëkateve. Ekziston një vëmendje për të qenë sa më të pastër prej mëkateve. Mirë po jo për të qenë sa më të pastër prej mëkateve duke pretenduar që janë engjëj. Realisht ata synojnë të pastrohen duke ditur njerëzorën e tyre të gabueshme, duke njohur njerëzorën e tyre të ekspozueshme për gabim. Thotë i dur Allah sallallahu alaihi wasallam, cili do rob që e bën një gabim e pastaj merr mirë avdes dhe i ngritet dhe i fal 2 rekate, pastaj i kërkon falje Allahut për mëkatin e bërë, thotë gjithsesi që Allahu do ta falë atë. Gjithsesi që Allahu do ta falë atë. Kështu që në fakt në përditshmërinë e besimtarit, në përditshmërinë e muslimanit të vërtet, në përditshmërinë e një muslimani që është ndërtuar mirë me botkuptimet e fesë, në përditshmërinë e tij nuk duhet të mungojë ose nuk mungon kërkimi i faljes edhe pendimi. Dikush kishte ardhur dhe kishte thënë Hasan al-Basriut, po pendohemi po sërish po kthehem gabim, ose po pendohemi po sërish po gaboj. Po pendohem, po nuk është që do thotë e kam kputur përgjithmonë lidhjen me mëkatin, kuptimin që sërish ndodh që do të përlyhet ose bie në mëkat, e pastaj i kishte thënë kësaj në përgjigjen e tij, i kishte thënë për këtë kthim të rregullt tek Allahu, jo për lyerje me mëkatet. Sepse për lyerje me mëkatet është natyrë njerëzore, ndërsa kthimi tek Allahu është natyrë e imanit, është natyrë e besimtarit. Dhe Hasan al-Basri kishte thënë, nuk e njeh ndryshe këtë veti veçse si zakoni besimtarëve. Nuk e njeh ndryshe këtë veti veçse si zakoni besimtarëve. Cili është zakoni besimtarëve? Kthimi i shpejtë tek Allahu, kthimi menjëherë tek Allahu, kthimi me pendim dhe me kërkim të faljes tek Allahu subhanahu wa taala. Mëkati është pjesë cilën robi duhet të luftojë maksimalisht për të shmangur. Mëkati është ajo që duhet domosdoshmërisht të shmanget, ajo është që të cilën robi duhet këndjellet për të distancuar përjetësisht prej tij, dhe nëse pendohet sinqerisht të mos kthehet kurrë tek ai mëkat, mirë po për herë zakoni besimtarit është kërkimi i faljes edhe pendimi, sepse askush prej nesh nuk e ka një gjendje të përkryer, askush prej nesh nuk e ka një gjendje që i ka vënë fundin dhe do thotë finalen. Ne vazhdojmë të jemi në një përpjekje dhe këto përpjekje tona kanë mangësi, kanë pluhur, kanë mjegulla dhe këto duhet të trajtohen me pendim dhe me kërkim të faljes. Ndaj e kundërta, që është do thotë braktisja e pendimit dhe mos kërkimi i faljes tek Allahu subhanahu wa taala, në diskursin kuranor e kundërta është kërcënuar. E kundërta është kërcënuar. Allahu subhanahu wa taala thotë kush nuk pendohet, ata janë zullumçar. Kush nuk pendohet, ata janë njerëz pa drejtë. Sepse mbi gjitha i kanë bërë do thotë zullum dhe padrejtësi vetvetes, e në veçanti i kanë bërë zemrave të tyre. Kështu që nëse jemi të paktën të mëshirshëm ndaj vetvetes, nëse mendojmë ta trajtojmë vetveten me butësi dhe atë mundimin e zemrës që ndoshta shpesh kemi dëshirë ta bisedojmë, se si na janë ngarkuar zemrat dhe se si janë munduar zemrat e kështu me radhë, të reflektojmë që të çlojmë zemrat e tona nga mëkati duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala dhe duke i kërkuar falje atij
Elusi Allahun subhanahu wa taala të na pastroj me bujarinë e tij, na fal me mëshirën e tij dhe të na beqatoj me bujarinë e tij të pafundme. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.